ketë një interes të kredis më të ullët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të ketë një limit deri në 2 milion euro. Nuk do të jetë e mundur të aksesohet nga kompanitë e mëdha, por do të aksesohet nga startupet, nga, siç thash, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, punishtet, dhe patjetër edhe nga agroturizmat, që do duhen të rriten. Tani natyrisht kur flasim për rritje të agroturizmit, unë nuk kam parasysh thjesht rritjen e numrit të dhomave ose të masës volumit të ndërtimit në territorin ku është agroturizmi. Rritja e agroturizmit është edhe zgjerim i kapacitetet veta produse dhe përpunuse jashtë kufive të vetë. Pra, një agroturizëm mund të ketë një vresht diku, mund të ketë një ferm diku, mund të ketë një baxho diku, mund të ketë një punishte reçeli diku, jo domosdoshmërisht në atë territor, dhe nëse e ka një tillë apo nëse do që ta ketë një tillë, atëherë kjo është plotësisht e mjaftueshme për t'ju qasur programit. Besoj që programi vjen në kohën e dur, unë kam pasur shumë komunikime